Të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjapshëm Besimi i krishterë ortodoks. Data 25 janar për ne të krishterë ortodoks është një ditë e veçantë, sepse në këtë ditë ne kremtojmë një nga 3 hierarkët e mëdhenj, Shën Grigor Theologun, por për ne të krishterë ortodoks në Shqipëri, por jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, kjo është dhe një ditë tjetër e veçantë, sepse është dita përkujtimore për të ndjerin kryepeshkopin ton Anastasin. Kështu që kaloi një vit nga fjetja e tij në Zotin, prandaj dhe biseda e sotme do jetë në lidhje me këtë person kaq të madh në misionin e tij apostolik në ringjalljen e kishës ortodokse atë që falet të Shqipërisë. Por nuk do flasim vetëm për figurën e kryepeshkop Anastasit. Në këtë bisedë sot duhet të flas për 3 nga personat që Perëndia i thiri dhe i dërgoi në Shqipëri gjatë këtyre 2000 vjetëve të krishterimit në këtë vend, për e para për themelimin e kishës apostolike, e dyta për rimbajtjen e saj dhe e treta për ringjalljen e saj. Dhe më konkretisht do flasim për 3 personazhe, pavarësisht se janë në kohra të ndryshme, sheku i ndaj nga njëri tjetri, por puna është e përbashkët. Do flasim për 3 prej këtyre, apostull Pavlin, Shën Kozmajin e Tolis dhe kryepeshkop Anastas. Por le të fillojmë të flasim çfarë është krishterimi. Krishterimi që do të thotë besojnë në një Zot Isu Krisht, të vetëm lindurin që lindi prej Atit përpara gjithë shekujve, dritë prej drite, Perëndi e vërtet për Perëndi të vërtet, të lindur, jo të bërë që ka të qenët një me Atin, me anë cilu bën të gjitha, që për ne njerëz dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiejve dhe u trupëzua prej Shpirtit Shenjtë dhe Virgjeshës Mari dhe u bë njeri dhe u kryqëzua për ne në kohën e Pontit Pilat dhe pësoi dhe u varros dhe u ngjall të 3 ditë si mashkrimeve dhe u ngjit në qiejt dhe rin djathtë Atit do vi përsëri me lavdi të gjykojë të gjallë dhe dhegur mbretëria e të cilit nuk do të ketë mbarim. Kjo është pjesë nga simboli i besimit që ne e themi për të pohuar që jemi të krishterë dhe çfarë dhe ku beson krishterimi dhe aq më tepër po flasim për krishterimin ortodoks. Krishterimi filloi të parapej që në shekullin e parë nga nxënësit e Krishtit në gjithë perandorinë romake, pjesë të cilët ishte edhe Iliria, që më vonë u quajt Arbëri dhe pastaj më vonë deri më sot quhet Shqipëri. Ilirët para Krishtit, si gjithë popujt e perandorisë romake, ishin pagan, politeist, që besojnë në shumë hyni dhe fuqi mby natyrore me karakter animalist dhe naturalist. Krishterimi tek ata, pra tek ilirët, paraardhësit tanë të lashtë u parap nëpërmjet dishepujve të Krishtit dhe veçanërisht nga apostulli i kombeve Shën Pavli. Ai në fillim ishte një zelot judeas, lindur në Tars të vitit 5 pas Krishtit, nga fisi i Benjaminit dhe me nënshtetësi romake. Ishte shumë i arsimuar për kohën i cili në atë kohë përndiqte në fillim udhën e krishterë, sepse mendonte se udha e krishterë ishte një udhë e gabuar, një herezi e judaizmit, por më vonë ndërhyrja hynore e vet Krishtit, siç na thuhet tek libri i Veprave të Apostujt, duke parë një vegim vet Krishtin, që e qortoi për rrugën e tij gabuar dhe e thiri në shërbim apostolik, vet ai që quhej Saul dhe më vonë Pavël, ndryshoi rrugën dhe jo vetëm bëhet i krishterë, por, siç thash, sipas providencës hynore ai caktohet apostulli i kombeve nga Zoti. Shikoni çfarë thot Krishti për apostull Pavlin, sepse ai është vegla që un kam zgjedhur për ta sjell emrin tim përpara jo ebrejve. Ai pra, apostull Pavli me një zell të jashtëzakonshëm apostolik bëri 4 udhëtime apostolike, duke përshkruar gjithë Mesdheun, gjithashtu këmba e tij shkeli dhe goja e tij foli edhe në zonën ku banonin paraardhësit tanë të lashtë tek viset ilire, që Ptolemeu, flasim në vitet 168 para Krishtit, i quante Alban. Këtë fakt apostull Pavli na i përmend në letrën e drejtuar romakëve, ku na thotë: nga Jeruzalemi deri në Ilirik, unë ka përhapur ungjillin e Krishtit. Gjatë udhëtimit tij nëpër Iliri, nga një degëzim i rrugës Egnatia në stacionin romak Claudiana,
Peqini sotëm, Apostulli Pavli kaloi në Apollonin e Iliris dhe pasi kishte kaluar në Amfipoli e në për Apolloni arritëm në Selanik, na thuhet tek libri i Veprave. Në Apollonia i dorëzoi episkopin e qytetit Marinin, një nga 70 dishepujt e Krishtit. Apostulli Pavli ka kaluar një dimër në Nikopoj, ashtu siç na tregohet në letrën dërguar bashkëpunëtorit të tij Titit. Nikopoja ndodhej aty ku sot është Preveza, një nga qytetet kryesore të Epirit dhe lidhej me udhën Egnatia nëpërmjet një degëzimi që kalonte nëpër Butrind. Gjithashtu Apostulli Pavli e gjejmë duke vepruar në Dalmaci së bashku me bashkëpunëtorët e tij. Në traditën e krishterë besohet forca Apostulli Pavli mbërriti dhe në Dyra ose Durrësi sotëm dhe prandaj ka kaluar në Rom në udhëtimin e tij të katërt apostolik. Në shekullin e parë, në vitet 58 pas Krishtit, Durrësi ose Dyrau i atëshëm ka pasur një komunitet të përbërë nga disa familje të krishtera, të cilat formonin kishën apostolike në këtë qytet të lashtë. Sipas Farlatit, në veprën e tij Illyricum Sacrum, peshkopi i parë i Durrësit i vendosur nga Pavli njihet Shën Cezari, apostull nga 70 dhe bashkëpunëtor i Apostullit Pavlit. Ky fakt ndodhet edhe në një mbishkrim të vjetër në bibliotekën e kishës së Jeruzalemit. Një tjetër e vërtet me karakter gojdhënë është se Apostulli Pavli u nis për në Rom nga vendi që quhet sot Bishti i Pallës në veri të qytetit të Durrësit. Sipas studiosëve të huaj dhe vendas, ky emër u transformua nga koha dhe vjen nga emri Apostulli Pavlit, domethënë siç thuhet sot edhe Bishti i Pallës. Por ai quhej Kepi i Pavlit. Në artën veneciane të shekullit të 17, ky kep është shënuar Capo di Pavlo ose Kepi i Pavlit. Madje aty janë gjetur dhe rënojat e një kishe të vjetër, po me emrin e Apostullit Pavlit i lidhen dhe shumë vende të tjera në territorin e Shqipërisë së sotme. Në gurin e qytetit të Përmetit, tradita thotë se aty ka predikuar Apostulli Pavli. Madje në marrjen e gurit ka qenë edhe rënojat e një kishe të vogël ku vendasit kremtonin në ditën e shenjtorit, pra kur kremtohet shenjtori 29 qershor dhe ja kremtonin këtë ditë Apostullit Pavlit në atë vend. Ose kemi toponimin e zonës së Shën Pavlit në malin e Dajtit. E të tjera vende ku Apostulli Pavli me këmbën e tij ka kaluar, por dhe ka folur me gojën e tij dhe ka bekuar me dorën e tij në këtë vend të gjerë që quhej Illyricum. Apostulli Pavli me plot gojën quhet arkitekti dhe themeluesi i krishterimit dhe kishës apostolike në vendin tonë, ashtu siç e thot edhe vet ai në letrën drejtuar Korintasve. Sipas hirit të Perëndisë që më është dhënë, si arkitekt i ditur, unë kam mbellur themelet dhe një tjetër ndërton mbi të. Por secili le të ketë kujdes se si ndërton mbi të, sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër përveç atij që është hedhur, i cili është Isu Krishti. Apostulli Pavli nga kisha ortodokse në Shqipëri nderohet si ndriçuesi i Durrësit. Këtë e thon shumë qartë edhe për lëshorja e shenjtorit që e kremtojnë pra në 29 qershor. Predikuesit të kombeve dhe ndriçuesit të madh, mësuesit të Durrësit, mburje të botës, me gëzim të quajmë, nderojnë përpjekjet dhe mundimet për Krishtin, martirizimin tënd të çmuar. O Shën Pavël, apostull, ndërmjeto përpara Krishtit Perëndit, të shpëtohen shpirtet tona. Apostulli Pavli mbaroi detyrën apostolike me martirizim në vitin 67 pas Krishtit. Ati u prek koka në një nga rrugët të Romës, te 3 krojet ose në rrugën Ostiense. Themeli i kishës apostolike në Iliri u vendos nga Apostulli Pavli së bashku me bashkëpunëtorët e tij, prandaj ato mbeten të palëkundur, sepse u themeluan mbi shkëmbin që është Krishti, ashtu si dhe vet ai tha, Krishti. Edhe dyert e ferit nuk do ta mundin atë. Vërtet, për gjatë shekujve, shumë herë u hapën dyert e ferit kundër krishterimit dhe kishës apostolike në Shqipëri, por kisha qëndroi. Jo vetëm kisha, por dhe vendi shpëtoi nga asimilimi, si nga ndytjet barbare, nga inkursionet e gotëve të lindjes, ostrogotëve dhe atyre të perëndimit vizigotëve, aty nga fundi i shekullit të 4
pas Krishtit. Që zun edhe trevat iliro shqiptare, po ashtu 12 slave, flasim shekullit të 6, 7, që fatmirësisht u krishterizuan dhe bashkjetuan me vendasit deri tek 12 osmane, shekulli 15, ku krishterimi në Ballkan dhe veçanërisht në Shqipëri pësoi goditje të frikshme, se dukej sa do të zhdukej përfundimisht dhe do të asimilohej nga proselitizmi i egër islam, që për hir të vërtetës ishte shumë i dhunshëm, si fizikisht dhe psikologjikisht dhe ekonomikisht. Dhe kjo bëri që osmanët të sundonin në këto troje për gati 450 vjet. Osmanët kishin një inat të veçantë me shqiptarët e krishterë, sepse për gati 25 vjet në udhëheqjen legjendare të heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, flasim në vitet 1405 dhe në vitin 1468 që ka lindur dhe ka vepruar heroin kombëtar, shqiptarët i kishin thyer sulmet e osmanëve duke thyer mitin e pamposhtur të tyre në rajon. Të gjithë fitore legjendare shqiptarët i arritën sepse u bashkuan për fe dhe për ade. Vetëm pas vdekjes heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu më 17 janar të vitit 1468, i cili jetoi dhe vdisi i krishterë dhe i krishterë ortodoks, fatkeqësisht filloi përçarja e princave shqiptar, që vetë Gjergji në fund të jetës i kishte këshilluar të mbeten të bashkuar në fe dhe ade. Por princa shqiptar u përçan nga tarafet që i dha perandoria osmane dhe nga ngritjet mes tyre dhe kështu u dobësuan. Dhe atëherë osmanët mundën të pushtonin Krujen dhe vendin e Arbërit. Kronikarët osmanë tregojnë për masakra dhe konvertimin me dhunë që u bë në popullin arbëror pas pushtimit turk. Vetë Muhamet Muhiu shkrua rreth viteve 1478 në pushtimin e Krujës. Ata që mbetën nga armiku, gratë dhe fëmijët i vunë në pranga poshtëruese të robërimit dhe i lidhen me zinxhirët e mjerimit. Pastaj do të fillojë shkatrimi i kishave, ndërtimi i medreseve, ndalimi i këmbanave dhe prishja e ligjeve. Kurse për pushtimin e Shkodrës në vitin 1478 thuhet nga kronikanët, kështjella e Shkodrës rrethohet nga ushtri osmane. Kështjellarët e Shkodrës nuk epeshin. Më vonë qyteti dorëzohet sipas një traktati midis Venedikut dhe sultanit. Banorët e qytetit largohen drejt Italisë dhe në vend të tyre sultani e popullon qytetin me turko-arab ardhur nga Anadoli, Afrika Veriore dhe Azia Qendrore. Pra kemi kolon të cilët erdhën do vendosën në tokën e Arbërit, që jo vetëm banuan aty, por sollën edhe fenë e tyre islame. Populli i krishterë i Ballkanit dhe të rrotull torturohet i skllavëruar. Kristianizmi dhe ortodoksia po marrin goditje të tmerrshme dhe të njëpasnjëshme nga pushtuesit. Rrezikojnë të zhduken aq e madhe është rënja e ndjesisë fetare sa të krishterët mbeteshin të papagzuar, sepse nuk kishin priftëri dhe bëheshin pre e proselitizmit islam. Arvanitinos e përshkruan këtë gjendje me këto fjalë të hidhura. Në atë kohë të krishterës shqiptar ishin në gjendje gjysmë të egër, nga puna e dobët dhe pakujdesia që tregonin krerët shpirtëror për edukimin e pakt fetar të kësaj grigje shpirtërore. Në shumë komunitete të cilët po mbanin akoma krishterimin me gjithë shtytjet e shumta që bëheshin, mja familje nga mungesa e besimit fillonin të mohonin besimin e tyre stërgjyshor dhe shembullin e tyre ndiqnin në mënyrë të verbër dhe farefisi dhe miqtë e tyre. Pra kemi një prozelitizëm të vazhdueshëm. Ai thotë se lumi i vrrullshëm i nderimit të fesë kërcënonte të mbyste gjithë epirin. Edhe pse çdo gjë dukej e pa shpresë përballë proselitizmit islam, Perëndia kishte planet e tij. Ashtu si dërgoi apostull Pavli në Ilirin pagane, po ashtu dërgoi një tjetër Isa apostull në tokën arbërore dhe ky njeri i Perëndis ishte Shën Kozmai i Etolosit, një murg nga Athosi. Kush ishte Shën Kozmai i Etolosit? Shën Kozmai u lind në vitin 1714. Vendlindja e tij ishte fshati Megalendron, pema e madhe e Trihonillës, malore të Etolis, prej nga merr dhe mbi emrin Etolos, që në shqip themi Etoliti ose nga Etolia.
Prindit e tij ishin epiriotas. Ai dhe familja e tij jetonin në kushte të vështira të pushtimit turk dhe kishin humbur identitet që në atë kohë kishin humbur dhe identitetin e krishterë. Shikoni çfarë na thuhet. A nuk shikoni që kombi u gërsua dhe u bë si bisha? Thoshte i riu Kosta, dhe ashtu e kishte emrin në fillim Shën Kozmaj. Ai dashuronte arsimin, dinte shumë gjuhë huaja, por veçanërisht ungjillin dhe besimin ortodoks. Vetë ai thot në një nga mësimet e tij: "Unë vëllezërit e mi, u stërvita në studime 40-50 vjet. Lexova shumë libra të ndryshëm, dhe për hebrejnë, dhe për grekët, dhe për të pabesët e të tjerë, dhe për heretikët. Kërkova thellësitë e diturisë dhe gjeta se besimet e tjera janë të gënjeshtra, falso. Vetëm feja jonë ortodokse është e vërtet dhe e shenjtë." Ai u bë murg dhe prift në malin e shenjtë në Athos dhe lufton aty që të pastroj shpirtin e tij që të fitoj virtutet, të bashkohet me Perëndin dhe të arrijë shenjtërinë sipas Sirit, ashtu si e thot në një nga predikimet e tij. Qëndrova në malin e shenjtë 17 vjet dhe qava për mëkatet e mia dhe për tuajat. Aty ai, duke parë gjendjen e miruar të popullit krishterë, dëshiron të bëj apostollim. Dyshimet e turturojnë, nuk mund të qetësohet dhe përgjigje gjen tek lutja dhe leximi i ungjillit në predikimin e tij. Duke lexuar, na thot ai, ungjillin e shenjtë dhe të nderuar, gjeta edhe këto fjalë që thot Krishti ynë, se kushdo që kujdeset vetëm për vete dhe nuk kujdeset edhe për vëllezërit e tij të krishterë që të shpëtohen, edhe ata sigurisht do të shkojnë në ferr. Pra, duke parë unë vëllezër të mi të krishterë se çfarë duhet të bëj, Krishti ti lutem të më bëj të denjë të derdh dhe unë gjakun e tij për dashurinë e tij, sikurse e derdhi edhe ai për dashurinë time. Sikurse të ishte mundur o vëllezërit e mi të ngjitesha në qiell e të flisja me zë të lartë, e ti thosha tër botës se vetëm Krishti ynë është biri dhe fjala e Perëndisë dhe Perëndia e vërtet dhe jeta të gjithëve, do ta bëja me gjithë zemër. Dhe meqense është e pamundur ta bëj këtë gjë të madhe, bëj këtë gjë të punë të vogël dhe shëtis vend me vend dhe mësoj vëllezërit e mi sipas fuqisë, jo si mësues, por si vëlla, sepse mësues është vetëm Krishti ynë. Këto pra thoshte Shën Kozmaj në predikimet e tij, duke treguar se ai u frymëzua për të bërë apostollim, duke lexuar ungjillin dhe aty ndjeu thirrjen që të shkojë që ato çfarë kishte mësuar, dhe kishte përjetuar edhe në Athos t'ia thoshte popullit të roboruar të krishterë. Në atë çast shumë kritik për kishën ortodokse dhe për popullin e krishterë ngrihet në këmbë nga mali Athos në moshën 46 vjeçe. Ky hieromonak trup i shkurtër, i veshur me raso dhe mjekër të shkurtër, por besimin e ka gjigant. I vë gjoksin, i vetëm të keqes së madhe, prozelitizmit islam nga dhuna e pushtuesit, por dhe të keqes nga ignoranca, të mëkatit dhe të barbarizmit. Dhe arriti të ndalojë me 4 udhëtime apostolike si një tjetër apostull Pavël prozelitizmin islam, por dhe ripërtëritjen e besës krishtere ortodokse pothuajse në gjithë Ballkanin. Udhëtimin e tij të parë filloi nga viti 1759 deri në vitin 1763. Për këtë shkoi në Konstantinopol, në qendrën e ortodoksisë në Patriarkanën për të marrë leje me shkrim nga patriarku ekumenik që të shkoj kudo dhe të predikoj fjalën. Atëre patriarku ishte Serafimi i dytë nga Delvina, shqiptari si quhej, dhe pastaj ai vazhdoi dhe udhëtimin e dytë që fillon nga viti 1763 dhe e përfundon në vitin 1773. Shën Kozmaj pati një ndikim të madh te fshatrat çoban në zonën e Maqedonisë, e Pirit dhe Shqipërisë së Jugut, sa në të gjitha këto zona ku ai ka kaluar dhe sot e kësaj dite banorët e këtyre zona flasin për të si çoban baban. Kudo që arrinte, kujdesi kryesor ishte ngritja e shkollave. Ai thoshte: "Shkolla ndriçon njerëzit, u hap syt të krishterëve dhe ngriti të paktën 250, disa mendojnë më shumë." Në vitin 1774, ai vajti përsëri në Stamboll që të njoftonte patriarkanën për vepritarinë e kryer dhe të fillojë një udhëtim të ri apostolik. Patriarku Sofroni i dytë, i cili e njihte gjendjen e Epirit dhe Shqipërisë së Jugut, e porositi të nisej menjëherë duke kaluar së pari nga ishujt e Eugjeut dhe pastaj të kalonte në Maqedoninë, në Epir e në Shqipëri. Vjen në Korçë
dhe në Voskopoj, që në atë kohë ishte e prishur nga bandat kaçake dhe kishte mbetur pak nga lulëzimi i saj. Ky është momenti kur Shën Kozmaj filloni misionin e tij të lartë në Shqipëri, ashtu siç e kishte porositur edhe Patriku Sofroni i dytë, që tham ishte nga Delvina. Gjendja në Shqipëri dhe Epir ishte e rëndë për Kishën dhe Ortodoksin. Gjatë viteve 1735 dhe vitin 1740, pjesa më e madhe e ortodoksëve e rrethit të Beratit kishin kaluar në muslimanizëm. Në rrethin e Delvinës dhe në Çamëri, po ashtu dhe në Imar, përveç muslimanizmit ndikonte shumë dhe propaganda fide, me misionar të dërguar nga Vatikani për të bërë proselitizëm tek ortodoksit vendas, sidomos në jug të vendit. Kleriku Konofon, në kronikën e tij të pabotuar pohon se në krajinën e Imarës dhe Delvinës s'kishte për të mbetur asnjë krishter, po mos vinte Kozmaj. Udhëtimi i tij i katërt dhe i fundit filloi në vitin 1777, duke kaluar nga Korfuzi në Sarand. Nizet për në Shqipërinë e mesme nga Tepelena arrin deri në Tiranë. Kaloi në fshatrat e Nivicës, të Shën Vasil, Piqeras dhe erdhi në fshatin dhe fshatrat e Imarës, vajti në Vono, Dërmi, Lates, Palas, Dukat, duke ngritur kudo shkolla. Pastaj arriti në rrethin e Vlorës, shkoi dhe në Nart dhe më 22 gusht arriti në Berat. Dhe këtu predikoi dhe rekomandoi hapjen e shkollave në Kala. Foli kundër hebrejve, sepse në Berat në atë kohë ka patur një lagje hebresh dhe i urdhëroi të krishterët të bënin pazar të shtunën dhe jo të dielën. Dhe kjo binte ndesh me interesat tregtare të hebrejve, të cilët e kishin pushim të shtunën sipas ligjit mozaik dhe i detyronin krishterët të bënin pazar të dielën duke përdorur ditën e diel, që është dita e ngjalljes së Krishtit. Në Berat që Kozmaj shkoi më lart dhe në shtator të vitit 1777 arriti në Durrës. Predikoi atje dhe në fshatin Çet të Kavajës, në kishën e Shën e Premtes. Prandaj erdhi në rrethin e kryes në Adeun e Skënderbeut. U kthye pastaj në fshatat e liçenit të Orit, predikoi në Sels, në Strug, në Resnjë dhe pastaj në Pogradec. Erdhi përsëri në Kosh dhe qandej në Kostur, dhe në praver të vitit 1778 e gjem në Maqedoninë e Poshtme, të cilën e vizitoi për herë të tretë. Dhe kështu vazhdonte udhëtimet apostolike duke u gjetur kudo ky Isa apostull i ri. Në atë kohë e blen Kurt Pashajn e Beratit me bezjet qeska aspra dhe bindën që ta vras Kozmajn. Ai shkruante vllajt të vet për urrëtitjen e hebrejve dhe kurthet që kishin ngritur për ta vrarë. 10.000 krishterë më duan dhe 1 më urren. 1.000 musliman më duan dhe 1 jo dhe aq. Me mira hebrejt kërkojnë vdekjen time dhe vetëm 1 jo. Dhe këtë letër e ka shkruar në 2 mars të vitit 1979. Ishte viti 1779 kur në 24 gusht, kur Shën Kozmajn e arrestuan ushtarët turq bashkë me 2 murgje në fshatin Kolidash ose Kolkondas dhe me urdhër të Kurt Pashës së Beratit e vranë në bregun e lumit Seman afër fshatit Mujalli. Kështu, atë Kozmaj përfundoi punën apostolike si hieromartiri i Kishës Ortodokse. Trupi i tij u gjendi mbytur pas 3 ditësh do varos me nderim në kishën e Shën Maris, ku më vonë me urdhër të Alipash të Pelenës, që kishte një respekt të veçantë për të, që i quante baba Kozmajn, ai ndërtoi edhe kishën për Shën Kozmaj dhe manastirin. Menjëherë populli shqiptar e nderoi si shenjtor, ndërsa zyrtarisht ai u shpall shenjtor në vitin 1961 nga patriarku ekumenik Atinagora dhe ky me origjinë shqiptare. Shën Kozmaj i shkojnë për shtat fjalët e apostull Pavlit. Po me hirin e Perëndis jam ai që jam, dhe e iri i tij ndaj me nuk qej kot. Madje jam munduar më shumë se gjithë të tjerët, jo unë, po hiri i Perëndis që është me mua. Prandaj dhe Kisha Ortodokse i këndon: le ta kremtojmë Shën Kozmajn e përkujtuar, le ta lavdërojmë të gjithë obesnik yllin e dëshmorëve, burjen e meshtarëve dhe të murgjeve, se si shoku i apostujve dhe ndërmjetar përpara Krishtit, u fal shërim të sëmurëve që i afrohen me besë. Dhe kjo është përlëshoria e Shën Kozmajt, që ne e themi në nderim të kujtimit të tij. Por, pasi shqiptarët fituan pavarësinë në vitin 1912 dhe krijuan shtetin e tyre, të krishterët ortodoks kërkuan që Kisha Ortodokse, në vend që të varen nga drejtimi shpirtëror administrativ i Patriarkanës Ekumenike të Konstantinopolit, Stambolli sotëm, ashtu si edhe në vende të tjera fqinje, Greqia e Bullgaria, të marrin edhe të krishterë ortodoks në Shqipëri
autokefalin nga Patriarkana Ekumenike. Tomosi patriarkal u dha në vitin 1937 dhe kryepeshkop kanonik ishte Im Zot Kristofor Kisi. Por nuk kaloi shumë, përsëri dyert e ferit u hapën dhe egërsia apokaliptike e komunizmit, që filloi fatkesisht nga një vend me traditë ortodokse siç ishte Rusia, u para pas luftës së dytë botërore dhe në Shqipëri, ku morën sundimin nga viti 1945 deri në vitin 1990 ateistët komunistë. Kulmi i liksisë së këtij sistemi ateist kundër Zotit u rrit në vitin famkeq 1967, duke prishur në fillim manastirin ortodoks të Shëmlashit dhe pastaj ky urtek anti-Zot dhe vlerash kulturore i pashëmbull në historinë e njerëzimit shkatroi gjithçka të trashëguar në shekuj në lidhje me besimin. Veçanërisht nga kisha ortodokse autokefale e Shqipërisë, pothuajse nga 3 episkopata, 19 zëvendësi hieratike, 330 enorit të 25 manastire që kishte kisha në administrim para vitit 1967 dhe në vitin 1990, ku shkatrua në mënyrë sistematike nga ateizmit dhe shteti, nuk ishte mbetur asnjë nga institucionet kishtare në këmbë, sepse pasuritë kishtare ishin të konfiskuara, kisha të shkatruara ose të transformuar në depo, stalla, reparte ushtarake dhe shtëpi kulturore. Klerikët u detyruan të mos shërbenin, ata u zhveshën nga rrobat klerikale, ju ruajt mjekra, shumë prej tyre edhe u burgosën, u internuan ose u mbyllën brenda dhe nuk dolën nga shtëpia derisa vdiqën. Madje në këtë kohë kemi edhe martir klerik dhe besimtar për Krishtin. Në vitin 1990, nga të gjithë klerikët mbetën gjallë vetëm 12 priftëri, 3 diakon, asnjë episkop dhe madje shumica ishin të sëmurë dhe në moshë të thyrë. Kisha ortodokse autokefale e Shqipërisë si trupi i varrosur i Krishtit duke e inekzistente dhe pa shpresë ringjallje. Po Krishti u ngjall përsëri në Shqipëri. Providenca hyjnore ashtu si dërgoi apostulli Pavli në kohën e paganizmit dhe themeloi kishën apostolike, po ashtu dërgoi Shën Kozmaj në kohën e osmanizmit dhe e ruajti ortodoksinë në Shqipëri, kishte përgatitur një tjetër njeri me hirin apostolik për ta bërë këtë ringjallje kishtare në kohën e ateizmit. Ky njeri ishte forlumturia e tij kryepeshkopi Anastas Janullatus. Ai kishte lindur në Pire më 4 nëntor të vitit 1929 nga prindër me origjinë greke. I ati ishte nga Qefalonia, ndërsa disa thonë se ema nga origjinë arvanitese nga fisi i njohur maltezi. Ashtu si Shën Pavli dhe Shën Kozmaj, edhe kryepeshkop Anastasi që në rini ishte njeri shumë i arsimuar, ashtu si e tregon CV-ja e tij shumë e pasur. Kishte përfunduar shkëlqyeshëm studimet universitare teologjike duke marrë titullin doktor i fakultetit të Universitetit të Athinës. Kishte studiuar fetarologji, teologji ekumenike dhe etnologji. Kishte studiuar islamin, budizmin, taoizmin, konfucizmin dhe besime fetare afrikane në vende ku ato ekzistonin, si në Indi, Tajland, Sri Lanka, Kore, Japoni, Kinë, Kenya, Uganda, Tanzani, Nigeri, Meksik, Karaibe, duke dhe një kontribut të madh në njohuritë e feve të botës të përmbledhur në librin që ai e kishte bërë Historitë e feve botuar edhe në Shqip. Profesori doktor Anastasi ka qenë profesor historive të feve në Universitetin Kombëtar Kapodistrian të Athinës nga viti 1972 deri në vitin 1997, dekani i Fakultetit të Teologjisë dhe antar korespondent i Akademisë së Athinës, që nga viti 1991 dhe deri ku ai u bë pastaj edhe kryepeshkop kanonik i kishës ortodokse të autokefale të Shqipërisë, ishte profesor emeritus i Universitetit të Athinës dhe atan deri i Akademisë së Athinës nga viti deri në vitin 2006. Gjithashtu, ai ishte shpallur doktor deri i teologjisë apo doktor deri i filozofisë i 17 universiteteve, fakulteteve dhe degëve universitare, Greqi, SBA, Rumani, Kipro, Gjeorgji, Shqipëri dhe në Itali. Ai fliste anglisht, gjermanisht, frëngjisht, lexonte latinisht, italisht, spanjisht dhe shqip. Ishte autori dhjetrave monografive shkencore dhe mbi 240 studimeve dhe artikujve me përmbajtje teologjike ose fetarologjike, studime dhe artikuj që janë përkthyer në 12 gjuhë të huaja në botë. Kishte mbajtur ligjërata në forume ndërkombëtare lidhur me dëshminë e sotme të krishterë, dialogun ndërfetar, solidaritetin
dhe paqen botërore. Pra, ky njeri i shumë ditur ju përkushtua Zotit dhe u i rotonis djak në vitin 1960 dhe prift në vitin 1964 dhe u bë dhe episkopi i Andruthës në vitin 1972 për postin e drejtorit të shërbimit apostolik të kishës së Greqisë. Ai çeli rrugën për ringjalljen e dëshmisë ortodokse në botën e ditëve të sotme, si një porosi të haruar të Zotit, duke e sjellë në vëmendje, shkoni në gjithë botën dhe nxënsoni gjithë kombet duke i pagzuar në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Punoi për një 10 vjeçar për ngritjen e kishave të reja lokale në Afrikë, si mbikëqyrës i mitropolisë së Irenopolit, Kenya, Tanzania, Uganda. Për periudhën 1981-1910 ka zhvilloi një veprimtari të gjerë, jera apostolike dhe sociale. Për këtë u nderua me dekoratën e bamirësi i madh i patriarkanës së Aleksandrisë në 2009. Pra, kjo ishte CV-ja e të ndjerit kryepiskop Anastasit. Ky njeri i Perëndis, ky Isa apostull i kohëve moderne erdhi në Shqipëri në vitin 1991, në moshën 62 vjeç, si eksark patriarkanës ekumenike që mori pra patriarkanismën për ngritjen e kishës inekzistente në Shqipëri. Duke udhëtuar në atë kohë në mbar Shqipërinë, ai konstatoi shkatrimin e frikshëm dhe shpërbërjen e plotë të kishës ortodokse, që para fillimit të përsekutimit të fesë që përbënin në atë kohë 21% të popullatës. Më 24 qershor të vitit 1992, me propozimin të patriarkut ekumenik Bartolomeu, u zgjodh me vota unanime në fronin apostolik të kishës ortodokse si kryepiskopi kanonik i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Ky fron, siç thotë më vonë vetë kryepiskopi, nuk ishte asnjë fron kryepiskopal për të ngjitur, por ishte vetëm një stol i thyer plot gozhd që kishin lënë nga pas persekutimi ateist. Zgjedhja e kryepiskopit më 24 qershor të vitit 1992 dhe fronëzimi i tij më 2 gusht të vitit 1992 në kishën katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë ishte sipas rregullave të ortodoksisë. Një fakt i kryer kishtar, ky fakt u bë i ditur me letra zyrtare patriarkale të gjithë kishave ortodokse në botë, të përfshirë në diptikën e tyre që e përfshin në diptikën e tyre pas 40 vjetësh mungesën e emrit të kishës ortodokse të Shqipërisë dhe emrin e primatit të saj, i cili po merrte përsipër ngritjen e saj nga Garmallat. Si kryepiskop për 7 vitet e mbajti vetë barën e vështirë për drejtimin e kishës dhe në vitin 1998 u formua sinodi i kishës. Me iniciativën e kryepiskop Anastasit u formulua statuti i ri i kishës ortodokse autokefale Shqipërisë, që u diskutua dhe pranua një zëri më 4 nëntor të vitit 206 nga një asamble veçantë kleriko-laike ku morën pjesë 257 klerik, laik të ri. Statusi u miratua përfundimisht me 6 nëntor 2006 dhe u ratifikua nga presidenti i Republikës më 4 shkurt 2009. Duhet të theksohet se ky status i ri i kishës që ka sot kisha ortodokse ishte shumë i nevojshëm sepse përmirësoi dhe i dha liri kishës ortodokse autokefale Shqipërisë nga ndikimet shtetërore që kishin statuset e mëparshme ai viti 1929, ku Shqipëria ishte monarki dhe mbreti vinte kontroll arbitrar mbi kishën, dhe i dyti, që ishte formuluar në vitin 1950, ku theksoi kontributi ose kontrolli imponuar brutal i pushtetit ateist komunist. Në këtë status të ri u formulua përsëri me iniciativën e kryepiskopit Anastas në vitin 2006, kisha ortodokse autokefale e Shqipërisë është e bashkuar në mënyrë të pandashme me patriarkanën ekumenike, me gjithë kishat si motra autokefale. Dhe në një i këtij statusi thotë gjua zyrtare e kishës është shqipja dhe ortodokset e gjuhëve të tjera mund të përdorin gjuhën e tyre në adhurimin rinor, sipas traditës adhuruese, me kush që të theksohet në përdorim të kenë miratimin e sinodit të shenjtë si dhe për tekstet e shërbesave fetare në shqip. Duke ndjekur të njëjtin frymëzim si Shën Kozmaj, kryepiskop Anastasi hapi shkolla, sepse ai thoshte shkolla ndriçon njerëzit dhe vetë kryepiskop Anastasi në shërbimin e tij baritor i dha që në fillim prioritet shkollës, jo vetëm për formimin teologjik për klerin e ri, por që do shërbente në enërit e ringritura që do të arsimoheshin me Akademinë Gjallja e Krishtit në manastirin e Shëmblashin Durrës dhe sot Fakulteti Teologjik Universiteti Logos, së bashku me shkollën e parë muzikës bizantine në kishën ortodokse autokefale e Shqipërisë, por dhe për arsimimin e fëmijëve dhe të rinjve shqiptar në shkolla laike.
Me iniciativën e tij dhe kontributin e tij personal u hapën shumë shkolla në të gjitha nivelet, duke filluar nga parashkollor, nëntëvjeçar, gjimnaze, institucione profesionale me konvikte si në Tiranë, Durrës, Korçë, Gjirokastër dhe po ashtu dhe në Tiranë u hap dhe Universiteti Logos. Në rritjen e nivelit kulturor të njerëzve, ai nxiti dhe formimin e stacionit radiofonik Ngjallja që transmeton që nga vitin 1998 me 24 orë programe shpirtërore, kulturore, sociale, historike, muzikë kishtare, popullore, klasike dhe shërbesa kishtare pothuajse në të gjithë vendin. Dhe dëgjueshmëria e radios Ngjallja është shumë e madhe. Kontributi i tij veçantë me 10 miliona euro është për të ruajtur trashëgiminë kulturore ose restaurimin e kësaj trashëgimie kulturore siç ishin ikona dhe arti kishtar. Janë ngritur me iniciativën e tij studio për pikturimin dhe restaurimin e ikonave dhe deri më sot janë restauruar mbi 600 ikona. U përgatit një brezëri e artistësh që po rigjallërojnë traditën tonë të pasur ikonografike dhe sot po pikturojnë me ikonografi dhe ambientet e kishave katedrale dhe kishave të tjera. Nga ana kishtare u riorganizuan 460 enori ortodokse dhe zhvillohen në këto enori veprimtari liturgjike, predikuese, katekizuese si në qytete dhe në fshatra. U rotonisën me bekimin e tij mbi 160 klerik të gjitha gradave me arsim të mesëm dhe të lartë me nënshtësi shqiptare para për Krisht që ata të luten në shërbesa dhe liturgji hyjnore në gjuhën shqipe. Për Republikën e Shqipërisë, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë popullin, po ashtu dhe për nder dhe kujtim të atyre që ranë për fe dhe për ade. Pra, Kisha Ortodokse ndryshe nga gjitha fetë e tjera dhe vetë nga konfesionet e krishtera lutet në Shqip, në liturgjinë hyjnore për presidentin, qeverinë, ushtrinë, por dhe për ata që ranë për fe dhe për ade, duke i dhënë rëndësi mbarvajtjes së vendit dhe nderit atyre që kontribuan për kombin. Pra, me bekimin dhe fondet e mbledhura nga Kryepeshkopi, si një lypës ndërkombëtar, u ndërtuan 150 kisha të reja të mëdha e të vogla me 5 katedrale të mëdha në Tiranë, Korçë, Berat, Gjirokastër dhe Fier. U restauruan 60 kisha, manastire, monumente kulture, janë rihapur 160 kisha, janë ngritur dhe bler rikonstruktuar më shumë se 70 godina, për kopshte, shkolla, qendra rinore, qendra shëndetësore, seli mitropolitane, shtëpi pritje, punishte, menca për të varfrit, e tërë vepra ndërtuese e kishës kur e drejtonte kishën Kryepeshkop Anastasi ishte dhe është 450 objekte. Po ashtu për ndihmën ekonomike për institucionin kishtar, duhet themi se në vitin 2016 u përruan 2 hidrocentrale Rapun 3, 4 në Librazh dhe 2 të tjera më vonë. Ashtu si Shën Kozmaj, që ndihmonte jo vetëm të krishterët, por dhe myslimanët, edhe Kryepeshkopi Anastas e drejtoi kishën drejt vizionit të dashurisë për çdo njeri të krijuar sipas ikonës së Perëndisë, jo thjesht me filozofi humaniste, por me vepra konkrete filantropike, duke nxitur iniciativën për punën dhe programe për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, po ashtu në investime, në ndërtimin e rrugëve, ushtjellsave, në ndihmë ekonomike, duke shpërndar mirat tonë ushqime. Ashtu si Shën Kozmaj, që ndihmonte jo vetëm të krishterët, por dhe myslimanët, dhe Kryepeshkopi Anastas e drejtoi kishën drejt vizionit të dashurisë për çdo njeri të krijuar sipas ikonës Perëndisë. Jo thjesht me filozofi humaniste, por me vepra konkrete, filantropike, duke nxitur iniciativën për punë dhe programe për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë në vend, po ashtu në investime në ndërtime rrugësh, ushtjellsash, në ndihmë ekonomike, duke shpërndar mijëra tonë ushqime, veshmbathje, ilaçe gjatë krizave të ndryshme që kanë kaluar në vend, duke filluar që nga viti 92, 94, 97 e më vonë. Në vitin 1999 kujtojmë ndihmën e kishës ortodokse, ato që falet Shqipërisë në strehimin, veshmbathje, ushqim, por dhe mbi gjitha në përkrahje njerëzore të 33.000 refugjate nga Kosova, dhe në vitin 2008 kisha ortodokse ka kontribuar në ndihmën e dëmtuarve mbas tragjedisë në fshatin Gërdec, të prekur nga dhe sa ndihmë ka dhënë në ato vende dhe njerëz të prekur nga përmbytjet, zonat e veriut, jugut, ose në tërmetin e 2019-s. Gjithashtu nëpërmjet orientimit të tij është bërë dhe vazhdon të bëhet një kontribut i konsiderueshëm deri më sot për kujdesin shëndetësor
si në qendra kujdesi në vende pranë kishave dhe në mënyrë të veçantë në qendrën mjekësore diagnostikuese Ungjillëzimi në Tiranë dhe mendimat vazhdueshme ekonomike, materiale për institucionet, shtëpitë e fëmijëve për persona me aftësi të kufizuar, në azile në përburgje, po ashtu për dreka periodike për të varfrit, siç janë edhe vendet ku ushqen njerëz të varfër në Tiranë, Korçë, Berat e tjerë. Kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë që u ulloq nga kryepiskop Anastasi për gjithë këto vite, nuk ishte një geto dhe nuk është një geto izoluar, po merr pjesë në gjithë veprimtarinë e kishave ortodokse në mbar botën dhe në gjithë organizmat e krishterë. Ajo pra, kisha është antare e Konferencës Evropiane të Kishave, antare e Këshillit Botëror të Kishave dhe këtë pjesëmarrje e bëri të mundur kryepiskop Anastasi si primati i kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Duhet të kujtojmë që ai dha një ndikim të madh në uljen e tensioneve midis serbëve dhe kosovarëve, madje duke thënë dhe atë fjalë që askush të mos e përdori vajin e kandilës të kishës për të ndezur urrëtitjen fetare. Madje ai gjeti fonde për ndërtuar një kishë dhe një xhami në zonën e konfliktit ndërmjet serbëve dhe kosovarëve. Për këtë kontribut paqësor në vitin 2000 me propozimin e 33 akademikëve nga Akademia e Athinës dhe shumë personaliteteve në Shqipëri ka qenë kandidat për çmim Nobel për paqen. Dhe në vitin 2009 ai u bë president deri i Konferencës Botërore Fet për Paqe dhe ka marrë shumë çmime, dekorata për paqen, si ai që mori në Mos në vitin 206 për kontributin e shuar për paqen, dialogun dhe mirëkuptimin. Për këtë kontribut është nderuar dhe nga Republika e Shqipërisë me dekoratën Gjeç Kastriot Skënderbeu. Për lumturia e tij, kryepiskop Anastasi Indieri u bë shtetas shqiptar mbas shumë vitesh në vitin 2017, kur president ishte Ilir Meta. Dhe deri në moshën 96 vjeçare vrapoi me zellin e një njeriu për të bërë sa më shumë të mira për Zotin, për kishën, për vendin. Dhe më 25 janar të vitit 2025 ai fjeti në Zotin. Trupi i tij prehet në kriptën e Katedralës Ngjallja e Krishtit. Pra, duke parë si nga aspekti historik dhe teologjik, mund të themi padyshim se së bashku me apostull Pavlin dhe Isa Apostullin Shën Kozmajn, Indieri kryepiskop Anastasi është një nga këta të tre personalitete kaq të mëdha të krishterimit dhe veçanërisht krishterimit ortodoks në këtë vend. Ashtu si ne të krishterë ortodoks, por jo vetëm, në Shqipëri, por jo vetëm, duhet ta nderojmë, ashtu siç edhe na thuhet në shërbesat fetare, i drejti kujtohet për jetë. Prandaj, të dashur të krishterë, por jo vetëm, le ta nderojmë këtë figurë kaq të madhe, këtë personalitet jo vetëm fetar, por për te kufive të fesë dhe të kishës, për kontributin e madh që dha për kishën ortodokse në të gjithë botën dhe veçanërisht për kishën ortodokse autoqefale e Shqipërisë, por edhe për vendin tonë. Dhe mund ta themi pas një rezervë sepse nuk po gënjejmë, po themi të vërtetën se ai gjatë këtyre viteve të tranzicionit ishte personaliteti më i shuar dhe shtetasi më i përgjithshëm shqiptar, pavarësisht se mori në shtetësinë shqiptare vonë, që kontriboi më shumë për vendin tonë, si një figurë për t'u imituar. Prandaj edhe ne të krishterë ortodoks në Shqipëri kemi nderin që të quhemi bit e kryepiskop Anastasit dhe aq më tepër të ruajmë kujtimin e tij dhe të imitojmë shërbesën e tij ndaj Zotit, ndaj të afërmit, por dhe ndaj vendit. I përjetshëm kujtimi i tij. Të dashur të krishterë dhe teleshikues, mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot. Mirupafshim në takimin tjetër.